Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si zakonisht ditën e ajete mas namazit yatsis, përmendem diçka nga hadithet e zgjedhura prej librit të Sahih al-Bukharit, i cili nuk ka nevojë më prezantu sepse muslimanët kanë rënë dakord të hershmit dhe të më vonshmit se libri më i saktë që i ka përmbledh ftanit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është libri Sahih Bukharit. Jena hala në kapitullin e madh të namazit dhe jena në nën kapitullin e asaj të cilin ka thujt Bukhari rahimahullah, kur dikush çohet natën, çfarë vlerat ka dhe falet. Kur dikush çohet natën, çfarë vlerat ka dhe falet. Dhe thot hadithi prej Ubadës radiallahu an, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ta'ara min al-layli", kush kujt i del gjumi natën. Dhe kjo fjalë kuptohet kujt i del gjumi natën qëllimisht, do të thonë e ka thënë dikush ose siç është koha sot e ka vendos zilën për më uçu prej gjumit, apo i ka dalë gjumi vet. Të dy rastet i përfshin kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush zgjohet natën dhe thot, sa ti dalin gjumi, thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj vazhdon dhe thot alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Me këtë rënditje. Dhe gjithashtu thot: o Zot, më fal. Allahumma ighfir li. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au da'a, ose thot një lutje që i kujtohet. Istujiba la, kam ju përgjigj Allahu asaj lutje. Ajo lutje kam ju pranu. Hadithi tregon për dikën i cili ka kanë gjumë dhe në momentin e parë sa i ka hap syt, i ka thënë këtë fjalë. Me këtë rreshtim, cilin e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë Allahumma ighfir li, o Zot më fal, edhe është sjell kana tjetër e ka fut gjumit prap. Edhe këtij i pranohet. Ose ka bë dua që është kujtu, edhe këtij i pranohet. Të dy rastet. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Fa idha qama tawadda wa salla qubilat salatu." Dhe nëse çohet, merr abdes dhe falet, kam ju pranu namazi. Çfarë shpërblimi të madh, çfarë premtimi të madhështor për atë i cili i del gjumi natën edhe e thot këtë dhikr edhe vazhdon me fjet prap. Hiç po hal. Ose thot o Zot më fal. Ose e thot një lutje që është kujtu. Një hall që e ka e thot lutjen, vazhdon me fjet prap, i pranohet edhe këtij. Po më e mira cila është, normalisht që më e mira është me uçu me marr abdes dhe me i fal atë sa ke mundësi me fal. Ti thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i pranohet namazi. E nuk ka dyshim se me të kujtu këtë dhikr, sa ti hap syt, pa marr parasysh, atë ka dalë gjumi vet apo të ka thënë dikush, kërkon që besimtari me i pas disa para përgatitje. Dhe ulemat kanë përmend se këtë shpërblim, këtë të jetuam me përmendjen e Allahut, se nëse si jeton me përmendjen e Allahut, vështirë që kur ti hap syt natën me të kujtu këtë dhikr. Pikërisht me këtë renditje që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ti duhet me mësu, sepse renditja nuk është e zakontë, por është me një farë ndryshimit dhe janë fjalë të caktuara. Prandaj kanë thënë ulemat, muslimani i cili don me arritë të sevap, mira është këtë dua me e përsërit disa herë gjatë ditës, ashtu që ti kujtohet edhe natën. Ose kanë thënë këtë dua me mësu atyre që ke afër, nanës, babës, vllajt vogël, motrës, gruas, fëmijëve e kështu me radhë. Gjithashtu kanë thënë që ruajtja e zakonshme e përmendjes të Allahut në sabah dhe në mbrëmje, pra dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, nëse dikush e ruan këtë vepër, edhe kjo është nimse e madhe që kur dalin gjumi natën me të kujtu këto fjalë dhe me arrit këtë sevap të madh dhe këtë premtim për Allahut subhanahu wa taala që me të fal gjunahet dhe me të pranu lutja edhe pse si e çu mu fal hiç. Gjithashtu kanë thënë
ulemat se duhet me urujt gjunahet, sepse gjunahet janë hajduti i cili del në rrugë dhe ta vjell mallin, t'i vjell punët e mira dhe nuk lën me mrit tek Allahu subhanahu wa taala. Ose kanë thonë mira është që me u shoqëru me ata të cilët e përmendin Allahun shumë, se kur të rish me ta, ka me tu kujtu Allahun dhe ndoshta ke me pas risk që kur dalin gjumi natën, me i thonë këta fjalë. Pastaj vazhdon Imam Buhariu rahimahullah në kapitullin tjetër, të cilin e ka quajt falja e namazeve vullnetare me xhamat. Pasi e përmend këtë pas disa faqeve, përmend këtë mini kapitull ose nën kapitull, falja e namazeve vullnetare me xhamat. Dhe këtu ka përmend një histori të cilën ka treguar Mahmud ibn Rabia. Mahmud ibn Rabia ka qenë një sahabi i cili ka qenë shumë i vogël mosh kur e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth 6-7 vjeçar, dhe thotë se më kujtohet që kur ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ka spërkat ujin e abdesit në fytyrën time. Kjo është thjesht sa më njoft me transmetuesin e hadithit. Mahmud ibn Rabia thotë, e kam dëgjuar Itban radiallahu anhu duke thonë, sahabin e njoftën Itbanin, duke thonë se kur është plak Itbani, nuk ka mujt ma me shku me u falë tek xhamia e lagjës kur është falë dhe si imam. Dhe i çon fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, shikimi jem është dobësu, nuk jam tu pa më mirë, dhe kur bjen shi midis shtëpisë time dhe xhamisë ku unë do shkoj dhe falem si imam, te lagja te fshati, shikoj tuaj, kur bjen shi ajo fusha, ajo lugina e vogël midis shtëpisë time dhe xhamisë mushet me ujë. Dhe nuk po kam se si me e kalu. A ke mundësi me ardhë dhe me u falë në shtëpinë time, o i dërguari i Allahut, që atë vend ku të falin a bashk, ta caktoj si vend për me u falë në shtëpi kur s'ka mundësi me shku në xhami." Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot: "Po thot do të vi inshallah." Edhe të nesërmen, pasi del dielli i mirë, po diku ka gjysa e paradites, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon me Abu Bekrin radiallahu anhu tek shtëpia e Itbanit dhe i kërkon leje për me hy. I kërkon leje për me hy dhe leja përfshin edhe kërkimin e lejes për Abu Bekrin radiallahu anhu, i cili nuk ishte ftu, por ishte ftu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po prej edukatës të muslimanit është që kur shkon diku në vizitë dhe ka me veti dikën që nuk është i ftuar në atë vizitë, i kërkohet leje të zotit shtëpisë, a bën me ardhë dhe filani, a bën me hyrë dhe filani, dhe pasi futen në shtëpinë e Itbanit, i jep leje Itbanit dhe ulen, dhe rrin pak, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë Itbanit: "Ku ke qef me u falë në shtëpinë tënde?" Dhe Itbani tregon me shenjë një qoshe të shtëpisë dhe çohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe merr tekbir dhe fillon me fal namaz vullnetar. Pas tij rreshtohet Abu Bekri, i zoti i shtëpisë Itbani, ky djalë i vogël që transmeton hadithin, Mahmud ibn Rabia, dhe fali namaz me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam deri në fund sa i selam. Pastaj thotë Itbani: "Nuk e lashtet habestuhu, e kam nal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e kam lënë me dal derisa të hante nga ushqimi që kishin përgatitur për të." Në këtë kohë marrin vesh kojshia të lagjës se ka ardhur te shtëpia e Itbanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mblidhen disa prej kojshive sa që mushet dhoma me njerëz. Pra pas sa kanë të ditë që shkot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me u mbledh burrat kur ka pas vizitë të mirë ose prezencën e dikujt prej cilit mësohet. Dhe thot se njëri prej të pranishmëve, masi najtën një copë herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha: "Qa është puna me Malik ibn Dukhshun?" Pyet për një sahabi që ka pas emrin Malik ibn Dukhshun, dikush tjetër i thot: "Ai është thot munafik." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Mos e thuj atë fjalë, a nuk e din se ai ka thënë la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah." E ka thënë shahadetin duke pasur si qëllim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, pra i sinqert. Personi i cili tha ai është munafik, i tha: "Allahu e pejgamberi e din mos mirit, mirë po na këtë filanin, këtë Malikin, e shohim tonaj vetëm me munafika." Do me thonë tash po të regon kë arsyen se pse e tha këtë fjalë. Tha që është munafik sepse na e shohim duke ndaj vetëm me munafika. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë ndërpreu fjalën
dhe i tha fe inna Allahe qad harrama ala nari, Allahu ja ka bën haram zjarrit çdo kënd i cili ka thënë la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Çdo kush i ka thënë shahadetin duke pas qëllim ftyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij. Për këtë hadith mësojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shfrytzuar nejat që ka pasur muslimat me mësu aty në të mirën dhe se ka qenë gjithmonë i gatshëm që me shku aty ku e kanë ftuar dhe me pranu ftesën. Gjithashtu mësojmë se lejohet me u fal namaz vullnetar me xhamat. Si në këtë rast që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazin e duhas, ka qenë koha e duhas, jo vetëm por me xhamat. Pra lejohet nga një herë kur është rasti apo mundësia me u fal namazi vullnetar me xhamat. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i hapun dhe i gatshëm me i rujt marrëdhëniet si me të rritunit e sahabeve edhe me fëmijët e tyre, sepse e pam në fillim historinë e Mahmud ibn Rabias, i cili thotë më mend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma ka gjujt ujin e abdesit në fytyrë mos i ka marrë abdes. Gjithashtu për hadithin mësojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ky personi tha që Maliki është munafik, nuk e kritikoj, mirë po ja holli poshtë fjalën. Nuk e kritikoj sepse personi pasi e tha këtë fjalë, tregoi edhe shkakun pse e ka thënë këtë fjalë. Pra tha, na e shohim tunaj vetëm me munafikat, me dyftyrëshat. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam prap ja korrigjoi fjalën dhe i tha që Allahu ja ka bë të ndaluar me zjarrit me djeg atë person i cili ka thënë la ilaha illallah duke kërkuar ftyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij. Pra për këtë hadith mësojmë se përmendja e një gabimi të dikujt, gabimi i cili është i hapun, do me thonë e shohin të gjithë, sepse të gjithë e kanë pa qëndrimin e Malikut me disa prej munafikëve. Pra përmendja një gabimi të dikujt në prezencën e të tjerëve nuk llogaritet si gibet. Nëse tregohet shkaku dhe argumenti pse është e thonë këtë fjalë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur të kishte kënë gibet, do ta kishte ndaluar me folë ashtu, do të kishte thënë që kjo është gibet, mirë po ja korrigjoi që nuk është ashtu dhe i tregoi se ai ka thënë shahadetin i sinqert. Ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai ka thënë se shahadetin i sinqert? Ka ditë. Shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kanë thënë ulemat, kanë thënë ky hadith është dëshmi e mirë dhe vlerësim për këtë sahabi që është përmend. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për atë që ka pas ai në zemër kur e ka thënë shahadetin. Gjithashtu për hadithin mësohet se Allahu subhanahu wa taala ja ka ndaluar zjarrin atij që thot shahadetin duke pas synim kënaqësinë e Allahut, ftyrën e tij, mirë po, jo vetëm duke e thënë shahadetin si fjalë goje, por duke thënë shahadetin dhe duke u përmbajt urdhnave të shahadetit dhe duke u largu nalesave të shahadetit. Dhe jo siç ndoshta e kanë kuptuar gabim disa prej muslimanëve të cilët thonë fjala la ilaha illallah mjafton me kanë shpëtuar këtë botë dhe në botën tjetër, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ka thënë këtë sihariq Muadhit radhiyallahu an para se me e çu në Yemen, pra kur ka qenë i hypur në kafsh me Muadhin, ja ka thënë këtë sihariq që Allahu nuk e dënon atij i cili e ka thënë shahadetin. Dhe Muadhi i gëzuar për këtë lajm që ja ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë o i dërguari i Allahut, atë ja tregoj njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, jo mos i trego, sepse kam frikë se do t'i mbështeten kësaj fjalë, pra nën kuptohet do ta lajnë punën. Do të harrojnë me i zbatu urdhnat e shahadetit dhe ndalesat e shahadetit e do të kapen vetëm për fjalën sikur është fjalë goje. Ndërkohë që shahadeti nuk është fjalë goje, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmoi për këtë sahabi që ai ka thënë shahadetin me plot zemër. E nuk mund të imagjinohet një musliman që e thot shahadetin me plot zemër, duke e ditë çfarë do të më thonë, duke e ditë çfarë nën kupton ky shahadet, e masanaj me orë në xhami veç kur falet bajrami. Masanaj me orë në xhami veç natën 27 kadrit në Ramazan. Nuk mund të imagjinohet një musliman i tillë, sepse kjo tregon se ky kuptim që ka ai për këtë shahadet është shumë i mangët, shumë i gabum, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar Muadhin me i lajmëruar njerëzit
me këtë sihariq, prej frikës se mos kanë me këtë kuptuar, lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj dobi për fjalëve të tija dhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.